Momentin që kryet terapia, çfarë këshillash ne u japim pacientëve që duhet bëjnë ose që duhet të kenë kujdes? Ka disa raste, në varësi të patologjisë së pacientit, problematikës që ka disa raste që ozonoterapia jep ethe apo jep temperaturë. Kjo është komplikacioni vetëm që ka, domethënë. Ose në rastin më të keq, në qoftë se nuk është trajtuar siç duhet, nuk është aplikuar siç duhet. Nëse është aplikuar gabim ozonoterapia, i vetmi ndër të vetmet efekte anësore që ka terapia është që ajo gjithmonë po themi godet pjesën e mëlçisë edhe të pulmonit. Kur kuptojmë ne se është aplikuar gabim apo jo? Duhet një kujdes në përzgjedhjen, dhe të bërë një filtrim, po themi paraprakisht, në përzgjedhjen e klinikës, spitalit, të mjekut që e trajton edhe aplikon ozonoterapinë. Që këtu nis mendoj.